Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për vizat, për probleme që kanë shqiptarët kryesisht me vizat në vende të ndryshme, si në Shtetet Bashkuara, në Kanada, në Angli. Me ne është bashkuar konsulenti i vizave zoti Leon Vogli. Zoti Vogli, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Shqiptarët kanë përshtypjen që duhen shumë të emigrojnë, të largohen, sidomos në këto shtete që unë i përmenda, në SBA, në Angli, në Kanada. Si ndihmoni ju? Ka shumë dëshirë për të udhëtuar në për këto shtete apo edhe për të migruar ligjërisht, sepse normalisht janë shtete të fuqishme. Ne ndihmojmë domethënë me pjesën e aplikimeve, që bëhen online, që janë në gjuhën angleze, që shumë persona për shembull nuk është se dinë gjuhën angleze, dhe ndihmojmë me procesin, me dokumentacionin, me këshilla, me udhëzime, në mënyrë që procesi i tyre të jetë sa më i saktë dhe pa gabime. Ju keni një aktivitetet tuaj në rrjetet sociale, ku shpeshherë edhe përmendni gabime që bëhen më shpesh nga shqiptarët, nga qytetarët që shkojnë për të aplikuar një vizë për në Shtetet e Bashkuara, për në Angli ose Kanada, edhe në shtete të tjera. Cilat janë gabimet më të mëdha që bën qytetarët shqiptar? Po, zakonisht domethënë gabimet që bën shumica aplikuesve janë gabime në formularin e aplikimit, gabime të dhënat e tyre personale, gabime në organizimin e dokumentave apo edhe ndjekja këshillave të gabuara që mund të kenë marrë për shembull nga miq apo shok që ndoshta nuk e dinë krejt mirë procesin, edhe bëjnë gabime. Janë gabime të shpeshta për shembull tek formulari i aplikimit me dhënat personale, përgjigjja tek pyetjet e formularit të aplikimit, tek organizimi i dokumentave, i organizojnë keq ose dorëzojnë dokumenta ose nuk i dorëzojnë hiç dokumentat që mund duhen për formularin e tyre të aplikimit. Edhe këto janë gabimet të vogla mund thosh, por që penalizojnë, si më thon, procesin. Edhe refuzon shpesh. Ju e ndiqni shumë me konsulencën tuaj edhe shqiptarët që aplikojnë për vizë amerikane. Më pas si bëhet ky aplikim, ka dhe një intervistë para se të shkosh dhe të udhtosh drejt përtej Atlantikut, por ka gabime në këtë lloj interviste dhe ka pyetje provokative, le të themi, nga ana e atij që interviston qytetarët? Dhe si duhet t'i shmangemi, si duhet t'i bëjmë bisht, më thonjë sa. Ka shumë gabime, sidomos tek vizat turistike amerikane, ka shumë gabime që aplikuesit i bëjnë. Gabimet më të shpeshta zakonisht janë në formularin e aplikimit, por po ashtu as cikletshme ashtu edhe intervista. Intervista është e shkurtë, nuk ka shumë e gjatë, por gjatë atij minutazhit vogël shumë persona bëjnë gabime tipi që kanë emocione gjaja, por domethënë është natyrshme që të kesh emocione, por emocionet zakonisht gjallin dyshime tek oficerët, edhe mund t'i bëjnë ata oficerët që bëjnë intervistën, mund t'i bëjnë që me kriju një dyshim lidhje me një person që ndoshta vizën e don vetëm për turizëm, nuk ka as edhe një qëllim tjetër, por krijohen dyshime lidhje me të dhe refuzohet ndoshta edhe kot. Gabimet të tjera tek intervistat mund të jenë për shembull kthimi i përgjigjeve. Përgjigjet janë jo bindse, ndoshta mund t'i plotësojnë të gjitha kriteret, kanë punë, kanë familje, kanë shkollë, gjëra për t'u kthyer në vendin e tyre, por e keq kuptojnë intervistën dhe zakonisht nuk është se i shprehin këto arsye të forta që mund të kenë ata për t'u kthyer në vendin e tyre, dhe zakonisht përgjigjen shumë shkurt, për shembull përgjigje tipit po, jo, për qef, edhe nuk është se argumentojnë domethënë përgjigjen e tyre, në mënyrë që mi tregu këto lidhje të forta që mund të kenë me vendin e tyre. A ka shumë kërkesa për të marrë viza për në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qenë se jemi këtu? Po, ka shumë kërkesa, kisha thënë ka më shumë kërkesa për Amerikë se në çdo shtet tjetër, paktën nga ana e shqiptarëve. Ka shumë kërkesa sepse për intervistë zakonisht janë 300 deri në 400 vetë në ditë që shkojnë me bëjnë intervista në ambasadën amerikane. Qëllimi është për vizitë, për të parë njerëzit e tyre të afërm, për të vizituar dhe intrigon për të parë nga afër Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të gjitha shtetet që janë atje. Cili është qëllimi kryesor? Qëllimi kryesor për vizën turistike amerikane është turizmi, por zakonisht ka njerëz edhe që hyjnë me një këtë rrugë sepse është një rrugë më thjesht, më shpejt, por ndoshta kanë edhe qëllim tjetër jashtë turizmit, për shembull të punosh, jo ligjërisht domethënë atje, ose ndoshta kanë qëllim edhe thjesht marrin një vizë turistike në mënyrë që më shku në Amerikë, ose e shohin si një rrugë që mund të hyjnë në Amerikë në lloj format. Por ka shumë njerëz që vizën e duan thjesht për turizëm, duan me ikë me pa një familjar, duan me ikë me vizitu vendin, kanë mundësi ekonomike, nuk ka si jo intereson domethënë për me ikë në Amerikë me punu apo diçka e tillë, thjesht duan me ikë me vizitu vendin. Ka grupe të ndryshme të këtyre njerëzve domethënë që vizën e duan për arsye të ndryshme, por e shohin si një mundësi që
gjëja kryesore për të futur në Amerikë. Shkojnë në Amerikë për të punuar. Pra me këtë vizë gjen edhe si një mundësi për të punuar në mënyrë ilegale. Sa e rrezikshme është nëse kapen, nëse diktohen nga ana e autoriteteve? Është e rrezikshme sepse rrezikon mundësinë që me pas shumë vështirë për të futur sërish në Amerikë. Domethënë nëse oficerët amerikanë të zënë ose shikojnë në aeroport mesazhe në telefonin tanë që po shkon për të punuar ose mesazhe pune të tjerë, ka shumë mundësi domethënë që me të anullu vizën edhe me të kthy mbrapsht. Edhe rrezikojnë anullimin e vizës. E po ashtu ka edhe shumë shqiptarë që preferojnë që të shkojnë në Britaninë e Madhe, sa e vështirë është aplikimi, po në këtë rast cilat janë gabimet që ato bëjnë më së tepërmi, dhe ku shkojnë atje kthehen shumica apo shkojnë me qëllim për të shkuar mos u kthyer më, si funksionon? Shumica njerëzve zakonisht në Angli kthehen, por ka, siç thash, ka atë përqindjen e vet që 1% njerëzve duhen të shkojnë për punë, 1% din thjesht përdorin atë 6 mujorshin e vizës për shembull, thjesht punojnë edhe kthehen. Ka nga ato njerëz që nuk e kanë marrë plan për të kthyer edhe thjesht qëndrojnë atje thënë vizën nuk i intereson. Ka përqindje të ndryshme të këtyre grupeve të njerëzve. Gabimet që zakonisht bëjnë aplikuesit, domethënë prapë edhe tek vizat angleze, është tek formulari i aplikimit që plotësohet, që sërish është në gjuhën angleze. Shumica njerëzve nuk e dinë me plotësuar ose nuk dinë procedurat se çfarë duhet me bë pasi të plotësohet një formular aplikimit. Ka shumë gabime që mund t'i bëjnë. Për shembull tek përgjigjet që janë pyetjet në formular, zakonisht keq interpretohen përgjigjen një pyetje për një tjetër, dhënat që plotësojnë nuk janë të sakta. Edhe pasi përfundohet si formular aplikimit, nuk dinë si të organizojnë për shembull dokumentat, nuk e dinë se çfarë dokumentash duhen ndoshta për të paraqitur rastin e tyre, edhe zakonisht prej mungesës dokumentacionit ose zakonisht edhe prej keq organizimit dokumentacionit ka raste që jo raste, po shumë raste që refuzohen. Qartë, por nga ana tjetër ju besoj që bëni edhe aplikime për bashkime familjare. Sa kërkesa ka, çfarë duhet kem parasysh, çfarë aplikimesh duhen bërë dhe sa zgjasin të gjitha procedurat? Për bashkimet familjare ka kategori të ndryshme, sepse për shembull ka kategori prind me fëmijë, ka kategori burr me gru, dhe domethënë se cila kategori ka të zgjatjen e vet. Për shembull, vëlla me motër, është një kategori që për shembull paktën për Amerikën zgjat më shumë sepse e çujnë si mund të them një lidhje jo shumë nevojshme për shembull se sa një burr me gru. Më kupton, edhe burr me gru zakonisht kanë tendencën që më kry më shpejt si procese, mund të shkojnë për shembull 2 vjet deri në 3 vjet, nëse kanë një bashkëshort ose bashkëshorte me pasaportë amerikane dhe duhen me bë bashkimin familjar. Ka raste ka kozgjatje të ndryshme domethënë ty në grupeve të bashkimit familjar. Për sa i përket aplikimit, domethënë duhet të jesh një ligjërisht i martuar, domethënë në vendin tanë, duhet të kryesh celebrimin, duhet të bash aplikimin edhe mbrapa të plotësohet ai formulari i aplikimit, të pranohet ajo nga shteti amerikan edhe mbrapa vjen çështja domethënë tek ambasada e vendit ku ndodhesh edhe nga aty domethënë mundesh me ballë intervistën, nëpërmjet cilës nëse je i suksesshëm mundesh me marr vizën e migrues edhe me shku në Amerikë, domethënë përmjet u ligjërisht. Sa e rëndësishme është gjuha? Gjuha është e rëndësishme. Është e rëndësishme jo vetëm për procesin, por është e rëndësishme edhe për ty si person, sepse nëse do të ikësh në Amerikë, të paktën gjatë kësaj kohe që jeni procedurë për bashkim familjar, po them, ta mësosh gjuhën ti për vete, sepse të duhet në Amerikë, domethënë për me jetu, për me hyrë, për me dalë, normalisht domethënë gjuha është e rëndësishme. Zakonisht në për intervista nuk është kriter kryesor gjuha, sepse domethënë mund ta mësojnë edhe mund bëjnë edhe kurse për shembull kur shkojnë në Amerikë, por e mira është ta dinë aplikuesit vet për jetën e tyre. Erion, garancia financiare sa rëndësishme është në momentin e aplikimit. Pra, nëse ti ke një llogari bankare të pastër me të gjitha transaksionet të pastra, si ndikon kjo në procesin e vizave? Është shumë e rëndësishme domethënë që për çdo shtet të mos i bëhesh barr shtetit për cilin po aplikon. Domethënë që të tregosh ose të demonstrosh që ke të ardhurat financiare, ke mundësi për me mbështet veten gjatë kohës që tu qëndru në atë shtet, të plotësosh domethënë kriteret paktën minimumin e të ardhurave që ka deklaruar thjesht shtetit për me fitu një atë lloj vizet. Edhe është shumë e rëndësishme pjesa e të ardhurave, sepse kisha thënë është një ndër gjanat kryesore që duhet ketë parasysh aplikuesi, sepse atë shohin kryesisht, domethënë të ardhurat financiare.
Qartë, po ashtu është një proces që është hapur, është pritur shumë nga shqiptarët, vit për vit neve dëgjojmë për loterinë amerikane, u pezullua përkohësisht, duke se ka një lloj hapje me programe të reja dhe rregulla të reja që janë nxjerrë nga shteti amerikan. Në çfarë faze jemi sa i takon këtij aspekti? Aktualisht janë të pezulluara. Domethënë proceset e migracionit për 75 shtete janë pezulluar, ku në këto shtete përfshihet edhe Shqipëria. Janë të pezulluara, domethënë si procese, lëshimi i vizave, si procese vazhdojnë, për shembull aplikimi, intervistat e tjera vazhdojnë, por lëshimi i vizave në pasaportë ose stampimi i tyre nuk është i mundur derisa të hiqet ky pezullim për shtetin tonë të paktën. Pritet që të hiqet dhe si e kanë pritur qytetarët këtë lloj ngecje, duke qenë se shumë e prisnin këtë program. Pritet që të hiqet. Shteti amerikan kur ka nxjerrë lajmin për pezullimin e këtyre 75 shteteve ka thënë që do të pezullohet deri në momentin që të rishikohen gjitha proceset e migracionit. Domethënë pritet që të hiqet sipas shtetit amerikan, edhe ka pas shumë revolta. Domethënë lidhje me këtë vendim ka pas shumë revolta nga njerëzit sepse janë njerëz domethënë që kanë pritur ndoshta me vite, kanë qenë në fazat e fundit edhe t'ia bllokosh rrugën aty për punë mujsh, është problem se ka prit shumë gjatë për me shku pak në atë vend edhe ti thuaj që stop nuk bën. Gjithashtu, loteritë amerikane janë pritur shumë nga shqiptarët dhe aty edhe në momentin, ndoshta pak e di momentin që aprovohet dhe del drita e shile që ti e ke fituar këtë lotari, përsëri bëhen gabime dhe nuk është definitive që mund të shkosh drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po në këtë aspekt, cilat janë gabimet që bëhen më së tepërmi ose që janë bërë në të kaluarën më së tepërmi? Gabimet më shpesh domethënë që të paktën ne kena pa tek aplikuesit në lidhje me lotarinë amerikane është gabimet tek emri, gabimet të dhëna personale janë shumë e rëndësishme, domethënë që dhënat personale me kanë shumë të sakta, edhe çdo informacion domethënë që të jepet ka shumë rëndësi që të jetë i plot, edhe çdo pyetje të përgjigjes sa më saktë jetë e mujtur. Për shembull, nëse munohesh paktën me anashkaluese ndoshta edhe munohesh ta fshehesh diçka është problem, sepse nëse e kryen komplet, si më thon, dokumentacionin e komplet, shkon tek intervista që është faza e fundit, edhe aty në intervistë thot po këtë a ke ba, edhe ti, si më thon, formular të aplikimit ke shënu jo, kurse aty në sistem del gjatë tjetër është problem për refuzim, edhe si më thon shkon gjithmonë dikot, edhe koha që ke prit shkon kot. Erën dhe një pyetje të fundit, nuk e di nëse mund të marrim si referencë qytetet, cila nga qytetarët e të cilit kërkojmë më shumë për të larguar në formën e vizave, në formë përhershme, kush mban rekordin sipas teje? Qytetarët në Shqipëri. Në Shqipëri ose edhe në Kosovë, kudo që ju operon. Nuk është, si më thënë, që ka një qytet dominus, por kisha thënë nga këto qytetet, do më thënë që ekonomia nuk është shumë e zhvillume, që do të thotë në për rrethe më shumë, për shembull qytetet që ekonomia nuk është shumë e zhvillume, që do të thotë qytetet që kanë vështirësi ekonomike, nuk kanë mundësi, si më thënë, punët, nuk kanë mundësi jeteset për t'i ofruar një diçka më shumë, për shembull familjarëve tyre etj, por nuk është se ka një qytet dominus, do të thonë që shumica e tyre janë prej këtij qytetit. Sa shkon kosto e përgjithshme e aplikimeve, gjitha procedurave që ndiqet për një vizë në një shtet caktuar, në këto shtete që ne përmendëm këtu? Për vizën amerikane turistike, do të thonë, kostoja që ka ambasada është $185. Kjo është tarifa vizës që ka shteti amerikan, kurse për vizën angleze tarifa shtetit, do të thonë, varet sepse ka vizat ndryshme, ka 6 mujore, 2 vjeçare, 5 vjeçare e tjerë, por zakonisht njerëzit aplikojnë për vizën 6 mujore, e cila është £127 në euro llogarisin, ata është diku tek 151 ose 152 euro. Ndërsa për vizën turistike kanadeze, viza shtetit kanadez dhe më thonë është $100 kanadez. Kurse po ashtu për këto dy vizat e fundit, për shembull për vizën turistike angleze dhe kanadeze, ka po ashtu një tarif për lënien e shenjave gishtave dhe për të bërë një foto, domethënë tek qendra VFS Global, që është pjesë e procesit, edhe ka një tarif në vete. Për shtetin anglez, domethënë kjo tarif është £76.5 diçka tillë ose 90 deri në €91. Kurse për shtetin kanadez është $85. A ekziston akoma paragjykimi ndaj shtetësve shqiptar? Shikohemi paragjykim nga këto shtete në momentin e aplikimit për viza, apo ndoshta paragjykimet e të kaluarës tashmë janë sheshuar? Jo, domethënë janë sheshuar. Nuk është se ka paragjykime shumë, për shembull, paktën nga ana oficerëve, nuk është se ka shumë paragjykime në lidhje me aplikuesit. Mund të them që janë sheshuar komplet, nuk është se ka gjëra të tilla, por
njerëzit zakonisht e marrin edhe personale. E marrin personale për shembull që një oficer po thona për vizën turistike amerikane, një oficer bën intervistën me një aplikues, refuzon kujtën se ka personale me atë aplikuesin edhe zakonisht se më thon e keq kuptojnë edhe njerëzit edhe ai zotnia ose ajo zonja aty është punëtore si gjithë tjerët edhe thjesht ideja që ashtu duke bën punën ka për të marrë një vendim lidhje me atë që i paraqitet, si më thon, me dokumentacionin që është e tjerë. Nuk ka paragjykime. Qartë. Erion, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë komunikim. Dhe shumë urime në punën tuaj në vazhdim. Faleminderit gjithashtu.